Temperaturat e ulta kanë sjellë rreshtet e para të dëborës në verilindjet e vendit. Në lartësitë 1500 metra mbi nivelin e detit, bora ka mbuluar Shishtavecin, Zapotin, Topojanin, Gryçanin, Arrin dhe Kalisin, duke krijuar pamje tipike dimrore. Edhe mali i Gjallicës është zbardhur nga dëbora e parë. Fermeri Ekrem Ornuzi, i cili ndodhet në tufën e tij në bjeshkën e Gjallicës, në vendin e quajtur Sasat, ku banorët e zonës kanë stanët, tregon se trashësia e borës ka arritur deri në 20 centimetra. Sipas tij, deri tani nuk janë shënuar probleme për bagtit apo jetesën e përditshme. Përshëndetje nga bjeshkët e Gjallicës, unë fermeri Ekrem Ornuzi që ndodhem në vendin e quajtur Sasat i fshatit Nank, 1500 metër mbi nivelin e detit, ku bora e parë data 2 tetor ka zbardhur dhe për tash që po flas ka arritur deri me 20 cm. Rënjet për momentin vazhdojnë. Çdo gjë deri tash situata është mirë. Pres nga qasti në qast për evakuimin e fermës për të zbritur poshtë në fshat. Pra edhe njerë, si që thash, ju përshëndes nga bjeshkët e Gjallicës. Komisioni i Mbrojtjes Civile i Prefekturës Kukës ndërkohë njoftoi se në disa segmente rrugore janë shënuar rënje gurësh dhe inertesh, por ndërhyrja e kompanive kontraktore ka rikthyer normalitetin. Nga bashkitë Kukës, Tropoj dhe Has nuk raporton emergjenca. Rrugët drejt pikave doganore, përfshi rrugën e Kombit, janë të qarkullueshme megjithëse në ndikimin e rreshtive të shiut. Drejtuesit e automiteve këshillohen të tregojnë kujdes për shkak të lagështirës dhe prezencës së dëborës në disa segmente. Në stacionin e mjeteve të rrugës së Kombit, në gatishmëri janë vendosur 8 mjete borpastruese për t'u përdorur në rast përkeqësimit të kushteve të motit për pastrimin e borës dhe hedhjen e kripës nga Morini deri tek tuneli i Kalimashit.